Publicisti Idris Zeqiraj vlerëson se që nga krijimi i qeverisë Kurti 1, në opinion ka pasur skepticizëm dhe mosbesim, sidomos ndaj ministrave që vinin nga radha televizjes vetëvendosje, por sipas tij ky perceptim u ndërtua mbi paragjykime dhe përfolje dashakeqe. Në opinion qarkullojnë përfolje nga më të ndryshmet, duke u thënë se këta nuk i ka uruar askush kurrë me punë të mbarë, apo se nuk kanë pasur as gjirolloveri bankare të hapur, shpreh Zeqiraj, ai ngre pyetjen se ku do të mund të punësoheshin aktivistët e vetëvendosjes, të cilët sipas tij kishin kundërshtuar hapur pazaret politike me Serbinë, korrupsionin zyrtar, tenderat abuziv dhe privatizimet e dëmshme për pasuritë publike. Sipas Zeqiraj, dallimi kryesor i Albin Kurtit nga liderët e mëparshëm politik është integriteti personal. Ministrat të partive të tjera shpesh imponoheshin përmes shantazhit duke njohur aferat e shefave partjak. Kjo nuk mund të ndodhë me Kurtin, sepse ai nuk ka mëkate dhe është i pashantazhueshëm, thekson ai. Publicisti vlerëson se Kurti vendosi një standard të ri në përzgjedhjen e kabinetit qeveritar, duke e kujtuar se vetëvendosje ka mbi 400.000 votues, ndërsa qeverisë i nevojiten rreth 20 ministra. Risi e rëndësishme ishte edhe emërimi i profesionistëve jashtë partisë, të cilët u dëshmuan të suksesshëm në detyrat e tyre, deklaron Zeqiraj. Ai thotë se ndryshe nga qeveria Kurti 1 dhe 2, të cilat udhëhiqeshin kryesisht nga ministra rishtar, qeveria Kurti 3 ka tashmë përvojë cilësore, gjë që sipas tij u konfirmua edhe nga fitoria e tretë radha zgjedhjeve vendosjes me aleatët. Fitoria plebiscitare e demonton bindshëm pretendimin se populli është mashtruar me votat e dhëna, thot Zeqiraj. Duke veçuar disa nga figurat qeveritare, ai përmend Hekuran Muratin, si reformator të spikatur në financë, Xhelal Zveçlën për vendosjen e rendit të ligjit në veri, si dhe Donika Gërvallën, për të cilën thot se ka integritet dhe guxim intelektual, pavarësisht sulmeve politike ndaj saj. Po ashtu Zeqiraj vlerëson e Juk Maqedonësin në mbrojtje Arben Vitin në shëndetësi, Ymuza Kusari Lilën për energjinë dhe përgatitjen e saj, si dhe Artaner Rizvanollin për profesionalizmin në sektorin e energjisë, dhe i përmend edhe Armen Mujen, duke thënë se do të vazhdojë drejtimin e suksesshëm në bujqësi, ndërsa për Nenad Rashishin thekson se është ministër komunikues dhe i pranueshëm për të gjitha komunitetit. Prurit e reja në vetëvendosje janë intelektual të formuar në universitete europiane dhe botërore, kuantiteti sjellje dhe kualitet dhe mundësia e përzgjedhjes së kuadrove është gjithnjë e më e madhe, përfundon Zeqiraj, duke uluar mbarësi për qeverinë dhe shtetin e Kosovës.